Mini 150.000 euro, ki vlerë. Kam mëlli që më millon 500 euro në të sa, 500. Se parja e hargjuhet, a qefja maj mas e parja. A nëzirë një rogë Zvicrës, Gjermanisë? Olloj, e nëzirë, bakja mësë më shumë. E tja ke menu në i herë medalja shtetit? Ja, e zotin, më thonë 5.000 euro e ki mujin, nuk e menoj. Pse se menoj se unë jam shefi vetë vetës këto vetë. Unë e vinë në lejtë që të një fqeli derën, kërkush nuk më pritë të derën, më thonë më ke arë vënë. 500 cëpallane, dhe mi pas edhe 300 cëpalli, ti je bës. I me një farfjale që thujmë bës. I se ku me pas një fabrik, nuk më pas dhen, edhe ku pas në dikan t'i rujt një qabana ose dish. Pe thona, nesra mas nesër minë zë s'po më konë t'i banjë të mijat, edhe që falë Zotit, që thash, unë i kum lip Zotit pak, unë ka thonë ma shumë se që i kum lip. Sot e kam këtë pasunin. Mishte me përshëndetje prej fshatit Nikajt Kaçanikut. Sot kemi ardhë me taku një bojk i cili quhet Hidayat Guri. A i ka me na fol pak ma shumë për kafshë të cilat i mban, edhe kemi me pyet rreth fshatit edhe rreth jetesës këto. Hajde një të shkojmë ta takojmë. A e lodh puna marë? Mirë se ju gjatëm, qësh je, a e mirë? Mirë, ha më ndollë. Me shëndet? Unë jam Hidayat Guri nga fshati Nikaj, komunës Kaçanikut. Qësh ke kalu këtë ditë? Këtë ditë e kena si ditë zakonshme, nismi në mëngjes me pregaditjen e mbikëshyrjes dhëllive, tufa dhënve, dhëllive. Apo na prezentosh pak ma shumë për audiencën, edhe vazhdojmë shkojnë ati shikojna. Po, tashti mujna me shku me po, në shtallat janë për ma. Ti je Hidayat Guri? Po, nga fshati Nikaj. Qfar kafshki? I kena kryesisht, i kena bylyqet e mëdha, i kena dhëllive edhe dhënve. Numri të në sjellët, i tufav sjellët janë 300 copalli, dhe i balkanike, dhe i veneton, dhe i të hasit, mujna me cek, që janë dhejtë veneton, Holland i kena dikon sjellët numri afër 500 copa, atë janë mbishtë të sharit, që i thëmë na mbishtë të sharin Lëbeten atjena. Okej, tash kena me shku, mi këshyr pak ditë me folë rreth tyne, sa është e vështirë mu kujdes për to qyshja delnit, për shkak se është një numër shumë i madh. A mujna me shku, po? Po, mujna me shku atje mi këshyr. Po, tash ti na afru nga shtallës, këto. Tash, këtu janë shtalla për momentin janë mbyllur. Mujna mi po. Njët pas ka doli, ashtë. O, doli në hinsa. Nashta sup. Ja, se këto normal e njohin teritorin, dhe është i kodë veti ma shumë se Holland. Djelnje me të hupe dhe komunësia dhe zvjena, nuk e një teritorin fërt kallaj, dhe e quve ku e quve. Këto këthejmë tapa? Dëmohon që të rëthin, shka e di që teritor, dhe apet vjen monët gjatë ditës mu da, shkaki kullosës, ose këto hina për mal, e kanë kullosën gjithë në për mal, se hojnë gjithë e kësa, monët mu gatë rrugën me mejtë, me nej dega, me nej lesë mu pështilë në qysh, edhe monët me orë prapë se prapë e di këtë teritor e një. Sa është e vështirë mu kujdes për to, qëshja delni, a kujdes është veç te, apo... Na kujdesmi komplet familja me këtë punë. Se këto nuk shkon dhe më honë veç një njëri mi pas marak, po du të mi pas gjithë. Aja është qaj vullnet, edhe qaja fjallë, që i natë një fjallës, po jem po, jo jem jo, po këtu jo nuk ka, këtu ka veç po. Edhe familja kujdesen, edhe fmit, edhe gruja. Gjithë. Për me mërinj ata që i dojmë, do të më mirë gjithë, edhe më t'i dash gjithë, me një tra nuk mas shpija. E që sa ko mirësh me këtë... Fillimisht na mirë me si familje, dhe më hanë, brez pas brezi na i na mirë, gjithë me bëjtësi. Na jashtë nuk i na pas kanë, në perëndim pa folin, në Zvicrën, në Gjermanisë, na i na mirë me këtu jenë, po kina po hajrë, edhe i na më ventonin funit. Qysh shkojnë, a i shesni këto produktet e qumë shtetë? Po i shesmi produktet e qumë shtetë, i shesmi
djath, shies me bilmetin e dhive, ma forë se dhënve ju, dhënve javlojmë veç kingja, a dhive shies me gjath, se paguhet ma mirë, është ma kvalitet, e kërkojnë ma forë këtë bilmet. Sa është çmimi një dhije? Çmimi një dhije këto janë dikun 300 copa, ka dhij që për maraklije edhe për qefin tem, që shë njone edhe maraklije që shë një dhijt, kam dhij që më millon 500 euro në të sa. 500. Se parja e hargjohet, a qefi jam maj mas e parja. Do me thë, e cila është njona që e kima për qefi? Se pas ja shumë... Ka loj, këtu janë, më thonë që 95% janë ketë që thujnë klasës parë janë. Se na i renovojmë, zakonisht i hekmi për shembull në vjet, i hekmi 10 vjetra i nolmi 10 treja. Ajo vjetra nuk na vim se mundet fjala vjen ajo ndimër, si të zën fjala vjen muftov kuva sen si të janisin ka pak këtu ushqim të thot, ajo vjetra ajo mundet me ngel me met në kod dimrit, ajo s'mundet me dalë në pranver. Për atë arsye na e bëjmë renovimin e tufës, si të dhënve si të dhive. Po çmimi i bylmetit, për shembull 1 kilogram djath, sa shkon? 1 kilogram djath shkon 10 euro, çumshti shkon 2 euro litrën, e shesin pak ja 2 euro gjysmë 3 euro, por na shka kena 100% bio. A ko t'interesu me blej, do me thona, a ko fitim prej kësaj pune, sa me ja dal me jetu një jetë këgja stabile? Fitim ka, tregin e kena sigurt. Tregin e kena sigurt si të bylmetit, si të tellav, si të gjithë. Si të minshin e kena jena në bashkëpunim. Këtu jena në shtallat e zotërit Gjaberzhaurkit, që e falemderoj shumë. Edhe tashti e kena marrëveshje me ta, domethënë kingjat e ella shkojnë për restorant Tina, që quhet restorant Katuni, e furnizojnë domethënë gjithë me ella me mish bio. E kena Holland kena gjë që tregova më herët, kena në mbijesht e Sharrit, që aty janë ku folmi na për cilësinë e tomlit ose të mishit ose çdo sen, shkat domethënë shat qesin këtë, shkon pika e parë është domethënë uji, ajri edhe kollosa. Te këto janë keq ata i plotësojnë. Se janë keq. Edhe për këtë arsye thuhet që standardi pak më i lartë për to edhe. Po, standardi janë se janë 100% bio. Ti e merr fjalëve në market, po ai ta çet tiketën e dhijës, sa mund të më konë ai preshak ose diçka. A këta e di që janë 100%. Edhe këtë kush e morrin domethënë më thonë te tomli dhijës e morrin më fort, e morrin për bronhet, për lok, për smundje të ndryshme. Edhe domethënë kanë sukses. Atë i nin kur të morrin, se unë kam qef, ani pse e shes. E shes me parë, po unë kam qef edhe me po, që thojmë me sharu ose me minimum çaj. Ki qef kur të shetsh një produkt me i shërby dikujt për të mirë, domethënë. Po, ashtu unë jam i kënaqur kurse data konsumatori data, domethënë blerësi data, i kënaqur me mirë, unë atëherë jam i kënaqur. 100%. Baci dajat na dim që ti i don shumë, se për mos mi pas dosh nuk isha kujdes për kaq shumë. Po, sa kanë qenë vështira fillimet e tua, qysh ja ke nis, qysh janë qenë fillimet, me soja ke nis, qysh i kujton ti fillimet e tua? Fillimet e mia gjatë jetës së jeta është jeta që thonë, mund të më thonë jeta sprov, heka, gazep, mund gjithë, këtë i ka. Po pa i pas që të mund gazep, heka, nuk kanë jeta interesant. Tu me pas ka pak sprovat leta inshallah që thojmë, inshallah për Zotin nuk na shlën sprovat rana. Tashti çdo fillim është i mundim, shumë ka pak që thojnë ngecje sen, po ku ta kish një sen me vullnet edhe që je fjalëven e ki vullnetin të plotë të, me shkat janes nuk hu. Monët, se fjalëven që janë sen me shpirt, këtë na i kollos me ja bojmë atë tonë çaj takon. Mundohemi shkaj takon. Po janë sen me shpirt, fjalëve negër si më të mirë, ta që këtë më poshtë. Po. Se jena këtu më rënjë. A ke pas në rast që, për shembull, ke thonë s'muj me adal, që ka me mujt me adal, mas qësoj në shtana i diçka që të kanë ja, raste se jeta në val-val, jeta në val-val, monës fjalëve në kanë herë që thënë gulfat, sen halë pi punëve, pi sen, se jeta jetë dinamike, se përse dhe kena një jetë dinamike se cili për neve, kena jetë dinamike për luft për ekzistenca kjo. Luft për ekzistencë, tashti ka sprova, fjalëve mi ka danë të uki, po gjithë jam konë që thëmë me zemre. Optimist. Optimist, i kom të kalu gjitha.
gjitha i kom të kalu, se ka pengesa gjatë jetës. Gjithçka në jetë, jo veç... Po, gjithçka në jetë, pa mërë parasysh, si te puna, si kejt. Po nuk e nolë, po, do të më koni fort, do të më pas qëndrimet e forta për me të kalu, edhe s'ka. Te mas nuk ka, vetëm para, me hejtë. E në cilën moshë a ke nisë edhe me sa dhi ose dele a ke nisë? Unë jam sashti 42 vjetë, unë si thmi e më men, pise ku më ditë, unë jam kyqë më punë, gjatë punëve, në gjatë sen, minimum prindit, minimum familjes, gjatë e këmë pasë këta që thëjnë sënema për te. Nuk i këmë pritu kur punës. Unë i kam që 10 vjetë me këta, asë një 10 vjetë përshem se kam, e kam 1 orë 2, më i me pasë përshem, a ditë plot jo. Po apet jam i knasht se ku t'i shlej fjole vjen, ta shti nuk kam as penges, as zhurma sen, jam largë zhurma sa për natyrës gjithë, edhe për atë arsye jam i knasht, jam krenar që e punoj në këtë punë me familje edhe... A ke pas para gjykime prej njerëzve ose... Ja, nuk më pas... Atë kanë përkrah bashkëshatarët ose njerëzit e tjerë? Unë përkrahin, i shoh që fjole vjen ju vjen mije që e baj një punë shkëlqyme, punë halal. Këshore, se përnismi tashti, si hyqmati, si kush do qovë, si... fjole vjen fshati, ose rrethina, ose sheshnia, ose gjithë. Punën e keqe, gjithë kush e orren. Punën e mije, gjithë kush e lavdën. Veç ai që sa njeri që se dhe vlerën, se gjithë kush e lavdën. Kja punë halal. Me thonë që i të gunës medikani të bombeloj, të pi droga, rakia, sen, edhe me ne rrugve, kja punë që thujnë, kja punë që e do dhe zotit. Normal, po. Ofër natyrës, ka njëherë ma mirë, e po ta një intervjist me një fermer, edhe thëj ke ma mirë ka njëherë nga të kofshve, se sa nga të njerëzve, në ditë sotit. Qërë që, na të ashti mujna ka njëherë edhe nervozën, se normal nuk bërë me shprejheq të këta, se këta e kanë atë jetën e vetë. Po ka njëherë edhe mjavë këthy lafin këtëne, mjavë thonë na i fjallë, këta s'ta këthejmë fjallë, se s'ka gojë, si kalon zoti gojë, e për atë arsye, ma mirë me pas punë me hajvan se me njerës. Apo na fol pak ma te për bacë për rinin që zakonisht e refuzojnë me punu qëtë punë. A i kishe pas një mesazh për ta edhe pse menon ti që rinia nuk po këshyr veç me dal jashtë edhe nuk po s'pongon mas punëve të shotit e gjonave. E ko token, i ko krejt që mundet me zhvillu një biznes ose një diçka dhe prap don me jetu jashtë shtetit, nështë ta për një jetë ma të mirë, refuzon me punë. Mendimet e njerëzve janë ndryshme, edhe dikush e po menën me dalë jashtë, dikush me qelë me biznes, dikush po morë parasysh ato drejtimet janë ndame, për se cilën. Nuk ka imponim ose dikush që ja imponon me punu, jashtë që të punu jasë ka. Se cilën e vetë, mundet me gjetë vjetin dikon. Qëre, në ta gjëjnë rinia vjetin dikon, pa morë parasysh si më bujësi, si në bizneset tjera, ki lej. Sot i kena lirit e dunjonjës, oj qel benskapun, qel banuk doktor, sot i ki ketë ollë, qel i ki. Se e kena lirien, e kena shtetin tonë, edhe të një mënë. Amo për refuzojnë me punu edhe me kontribu në vend vetë, që kjo është pak e dhemshme. Aja është gabim, se maj mirë se vene vetë nuk ka, më botë. Qërë bakia ti në Zvicër, më është mi morë 5 mjera, 6 mjera. Po e ki malën tanë e vunë me malë këtë vend. Këtë liri së qena. Se dikure i nakon edhe të shkeltë edhe për Serbije, se fjole veni kena pas të kufizume sot i kena policin, i kena ushtarën, i kena sot gjitha lirit i kena, më knazën këtë vend. Edhe nuk knazëme, as nuk i shfridzojnë. Disa nuk i shfridzojnë. E mira me shfridzu vendin tanë. E tja ke menu na i herë me dalë jashtë? Ja, e zotin arvit, oj zot. Ja, kur një jetë, më thonë 5 mjerë e ki mujin, nuk e menoj. Pse se menoj, se unë jam shefi vetë vetës këto vetë. Unë e vinë në lejtë që të një qeli derën, kërkush nuk më pritë të derën, më thonë më ke orë vënë, ose pse më ke orë në qëtë ku. E trajtoj mirë, i kam qef mi pa mirë. Malin tem kam qef me pas nëmër 1. Nuk unë i parit për malë, edhe fjole venat suksesin dëmëhon vullnetin tem, edhe durët e mija kërkuj si a falin. A ke po bacë qatë se e mënua ato ka shpërbly mundin? Unë e tham ka njëherë, i kum lip zotit pak, kum ka onë më shumë se që i kum lip. Elhamdulillah për zotit, unë ja kum bon, sa hi punën e kum bon. Kum punu i kum onë zërë me pa vjetin manat, se ki shkallë, kum pas qifin vjetin me pa manat, me sukses matë malë.
edhe më konë me pas domethënë që të biznes që e kam, më konë i klasës parë. Mos me pas ankesë, as të mishi, as të tomli, as i kushtoj rëndësi te manse. Po këto do më thonë, po të provokoj pak me qëtë pyetje, a nxerr një rrugë Zvicrës, Gjermanisë? Vëllai, e nxerr, bakja mos më shumë. Po, a? Mos më shumë, se me 300 cepalli, pjalojmë për shembull 300 euro s'pallam, se anë ke punë e Zotit. Na ja bëjmë punën, ja bëjmë hizmet në asasene. Shka e ka risk, shka e ki risk me shit ose me pahar për qasaj, s'ka kush që ta nërë. Fjallë e vend 250 euro. Minimum në shkon 150 euro një javë. Edhe 500 cepallan, pjalojmë për shembull që 400 kinxha, nuk ka vlerë e vogël kjo. Vallai më konë edhe jashtë. Nuk ishe se po, se këtu je nuk i qëro, e ki shpini, ki nuk kam qëro, jam shpeteme, jam me familje teme, gjitha. Kena ka pak shpenzime, nuk tham që s'ka pa shpenzime, këto se me rrezëdillit, këto se rritin, por na kena shpenzime, po jo se na 70% ja bëjmë vetë ushimin këtë, ne ja sigurojmë me thonë një 30%, 20% e blejmë na vetë. Po, a e ke numru në herë vlerë totale, krejt këtu Vlera totale është, muj me thonë që i ka lënë me minja këto, se kena domethënë maqina, kena teknikë, kena byllëqet dhanë. Këto lanë fjallëve me pas në tokë tepër të mija që janë dikon si në qendër në ikon, me shite dhe me blesh të byllëqe, se këte nuk janë vlerë vogël, domethënë 300 cepalli, pjallim ka 200 euro minimumi, se unë thash 500 euro më milon ka më lij këton që fjallëve 500 euro më milon si këshyria të parë heq, as të delnjë as të lija. E dënë shumë edhe ki për qefi, ja di vlerën, për vlerë janë, apëte. Po ako njerës që janë bo me rakë edhe qështu si kur ti, ja kanë ditë vlerën njënës prej vive, edhe të kanë lypë gjithë qysh me ashit. Po, ka ardhë, janë dë se nuk ka jellnime këto, dikush nuk e di. Po. Dikush nuk e di shka lija, shka delnë, nuk ja di vlerën. Thot hajtë se delnë, edhe lija, edhe nuk e zanë që me vlerë. Menon që është e njajtë, po edhe... a lija pi lijës dalën, delnja pi delnës dalën, apëde. E unë po thamë që i kam 300 cepalli, minimumi ka 200 euro, vlerë atyne. 500 cepallan, ka 200 euro, që aty të kalëzën sa vlerë janë këta. Kur e kanë kuhen që shtuhen, që dalin edha, do më thonë? Qëfar kuhe zakonisht shumuhen? Do më thonë sezonën e kanë kur qëtuhen, kur dalin me ellat vogël, dhejt e kanë mujnë pi mujt mars filloj. Janë koha nuk i përshtatët fort, koha nuk i përshtatët se ka lakështije, ka sen këto nuk e dojnë fort e ellat, janë pak ma ndishëm. Janë si zajqure, fort nuk e dojnë më konë fort lakështime pasë. Këto dilën e dojnë me i shypë pak me vitamina, me i farcu, sen. Ovant e kam pi mujt janar, fillojnë më shtu, pi mujt janar, mrena një muje dë më honë dalim me ase, atëherë kena punë ma shumë. Bank janë 24 orë do të më konë mërë të të, për mi kushtu rëndësi se do më honë janë që të kohët, në qofë se do fjalleve me pështu monin tanë që ke bon për një vjetë, se këte na rrugë më jore s'kena. Na rrugë më jore s'kena, i kena do më honë subvencionet, i kena edhe parët e kurbana, edhe të edhe. Masanina, për dile kena me folë kur të shkojmë të pjesa atynë, po a ja vlenë mu merë me vej? Ja vlenë me gjatë, me lanë se do më honë tashti ju ka hi vlera, janë të bon parë si të puna elav, si të kinxav, si të gjatë. Do me thonë kështu, cilën e ki ma për zemër? E kam, është janë Barë dhe Koq, Barë dhe Koq, ata ka ndodhë një rast, ka orë një mishteri këto, edhe më ka thonë që po du me hi me zgjellë onë në të. Po, edhe ta ka zgjellë që Edhe ka shku ata ma ka prejkë. Unë e Marokin tem nuk isha se bakia, qajëm që thujnë në mështirë, që thujnë me volnajtë, me pësen, për masje. Qifin tem unë se shes bakia mu më pagu, sa më pagu, ata në se shes. Edhe s'ja ke shi, do me thonë, ja, se për mu porja nuk është gjithë sen. Është e veçanta, e kishtu dikon, apo... Po, këtu, në mesin e tëne, po. Mesin e tëne është Barë dhe Koq. Tash në le marak, Barë dhe Koq. E pse është kjo ngjyra, a vetë kanë vetë vetiu kështu? Po, se prime po janë dë ngjyra ka një herë api ngjyrusin? Ja, këto janë që thuhen si të lanë, si të lejtë. I kena, janë dhe të larmi, kena gala, janë dhe të zeza, këtë zeza, i thuhen gallë. Ka që janë të larme në për të. A përde se cili marakli, ka curre që i ka veshti, ka ma të vogël.
ka se cila për tëne që dalojnë, apo du me pas belyki, du me pas një të larme, du me pas një të zezë, du me pas diçka të veçanta, apo që dalojnë belykin, jo shumë, po që dalojnë, edhe, a e dalojnë për belykit, e curja, dhe më honë është curë, i ka vesh ma të vogël, e thëtë Allah zëtë shumëm, Allah zëtë shumëm që mos të vrejna për këtëne, dhe curja, thëtë në belyk, thujnë e kalzojnë pleshtë e sen, e që kja. Okej, bac kaq prej këty, tash kena me shkute. Kena me shkute tu fallanve, janë ato që i thujmë na mbjesht e sharit, kryesisht në Libeten, tash ti po ngjitmi me gjep, që kena morë leje, tash ti kena morë leje edhe pi policisë, që nuk kena, mundemi me lëviz mundna me lëviz me ta, nuk kena për një qëllim të kesh me shku me praj dërun, se ma fort i përdorin gjipet asi, po kena leje, ku më morë leje, ku më siguru këta, që mujna monisë tash të leresht. Okej, hajde në shkojmë, edhe na fol pak për makinën, me cilën lëviz në përbjesh, se ka shumë e veçantë dhe u do ke shumë e vjetër. Qëra e sashti me shku me një kjarë të ri, tipi të ri, nuk u bon pak ma interesant. Këta e kena që thujnë e kena për terene të rëzekshme. Po, mole për ma terene ma të shtira. Për me otu. E që sa vjetë e ki këto, apo? Këta e kena që 5 vjetë, po këta nuk mujna me, se këj nuk i pletësëm fërt kushtet me darë kështu në rrugë, se kena pak anisan patral. E këtu që ako? Këtu janë i kena kualt, i kena po. A mujna mi këshyr, apo? Po mujna mi këshyr. Po, hanë. Dhe më thonë, këtu pas ka dhe kuaj. Nuk është i rrezik shumë a diqka? Këta i kena kuaj, të janë kë, dhe më thonë anë mshilë, se anë pak ma i prapë që i thëmë na, e këta në pra tërsy e kena lonë këto, që mësë me bo damë me sen. Kështu për njerëz anë jurët, për nër me vetë me kuaj, se i kena dikon i kena afer, i na me restorant Katunin, i kena dikon 15 copa, që për si vjetë e mo shkoj kje sezone për më të pritet më qelë ranqë, me arë vizitor për agroturizm e këta. Po, dhe me thonë edhe kuaj, po ja vlenë edhe se tashti po zhvillohen shumë edhe kjo pjesa e agroturizmit e... Po kartë i vlera, mos ki fri janë i botë, kartë i vlera, gjithë senjit, kartë i vlera, edhe pse janë gjinë janë punë përnujnë, dëmëhonë 5 dit një jaftë ose 6 dit një jaftë, një dit. Po këta dojnë kujdes, apo... Dojnë kujdes, këta dojnë një njeri dëmëhonë non-stop me konte të më mirë me ta, do të mi kreje, mi përcjellë, se mirë, unë ma fort kujdes në onë me ma fort për ta. A dojnë kujdes kështu? Dojnë, janë mësë mi avdita dhe janë edhe pak edhe janë më kona të rëzekshëm, më të kafshu, më të kise, se janë, du me pas kujdes të ta. Kam një që e vrejnë kështu energjinë e njerë. Po se cilët anë, pëse hevani, ka ja kalon zoti, ja pëdia, se cilët atë dijen e vetë. E një, ta që e ju shenë, unë më konë jashtë, ta që që të i nga bërë, fjole vjen në basë zonit kje, ditë që ku marrë në këtu, ose ku marrë ka me ujshy, ose me lanë ujë, ose diçka, janë njës të hinglua, e një, si të lanë, si të... A ko vlerë, sa i shkan vlera për shumë? Vlera këta janë, kjo janë 2500 euro janë, frek i ka morë dhe më hanë 3, i ka morë pra janë një mujdite, i ka morë ka 2500 euro 3, janë këtë bardhe kush, janë pak ma të veçantë. Po tut në po. Ja, më s'keni frek, janë këtë pak ma të veçantë, si ka në gjyra, janë bardhe kush, janë ma të heshëm, po. Mirë janë, për atë marat lijen që i do që asi ja vlenë, pse ma mirë me që cukër. A përdojnë edhe për kalerem kështu? Po, janë të shtërmë, po, dhe më honë ma se si vjetë nuk u qelë që ashtu rëndë, se e ka qelë pak u konën, se u konë fillimi kur ka startuën me restoran. Dhe më honë për si vjetë... Po, jashtë a i lëshoni, po? Po, i shlujmë, dhe më honë shpinjen, i shlujmë për mu shetit e sena, dhe këta. Okej, pro tash kena me shku pak me po... Në gjitëmi në malit e sharët, atë gjemë mbi shku. Qëfar kire o kë bacë? Kja Nissan Patrol. Okej. Kja Nissan Patrol, dhe më honë që tash ti për njësmi për mbjesht e sharët, kryesisht në Libeten. Apo punon kështu mire, krejt? Mirë, ba kja ka një hera së punon, pas jina mësu më me ta, ja kena mërë dorën. E sa është i vjetër, kjo qëfar viti është ta? Po kjo dhe më honë prallën, kjo dhe më honë kushtojnë dikun vlerë ati na shajmorën tash po i keq përdorin, këta janë mujnë me bajt drumë me të sene hadhe ose për sport me dalë, se kjo i vetër ma fort morë me prallën, që su njim të renet këshia e morë mi këta, për mi morë djelët,
ose shtohet me kënd, shtohet dielnja për mi morë mi prunë për bishkës ka. A harxhon se kështu këtë? Harxhon 3000 kubik kanë benzin, shpenzimet i ko gjatë mëdha, po se morë mi vesh. Okej, tash kena me hyp edhe më nis për Lubotan te malet e Sharrit. Pa kismet, hajde. Na ndeshni miq. A jena të sigurt këtu? Sigurt 100% jena Nissan Patrol. Jena Nissan Patrol anë 4x4. Këtë do më hongë vetëm këtë që mëjna me shkua që të fallane mi vizitu, vetëm me këta. Okej, pra po nisemi edhe pe këshyrum, apo na qënë mire. Inshallah shkujmë që nëshe mirë. E hec pa për më. Po nismi ka dal. Tash me Hidayat Gurin kena ardhë në Bjeshtë e Sharrit, në Lubotan. Po. 2480 metra mbi nivelin e detit. Po. Këto jena ardhë për? Këto jena në Bjeshtë e Sharrit, kryesisht jena në Bjeshtë e Sharrit, këto në komunë Kaçaninkit. Këto jena për momentin jena këtu të stanët kur rinë mbrëmje ku mshielen vend. Jena këtu të stanët, po kena mungjit hala për pjetën tonë. Për me i këshyrë? Po, janë shumë ma largë janë vend, hala në kolos janë, veç të ashtë dënë gjitë mi janë po mirë dirë këtu se ka gjë një vëllë e gate, vëllë e damtume. Po ulla ke pak e damtume, ka gjë fort, që i kisha ra mirë, i kisha raën ose ministrijës më mirë me këta, se fjallë e vjenë më do këtë, edhe najnë ato lipë sëjnë piqorët, apëti. Për ministrijës, se ministrijës ju kam përzi kablat e sana e bakja që thujnë janë të mujtë vetë me ftilu, po na kina mejtë vesh me folë që ashtu, se mirë u konë fjolleve me mirë mbajt këtë rrugë pak, se këtu ashtu edhe për dalin për turistat, vinë pi Kamosit, vinë pi Presheve, vinë pi Prishtine, pi Kamosit, e kja mjere shtilojnë kerët, shumë ma po shtilojnë, me Po që është problemi me neve, se na për shumë nuk investojnë në turizm, që është një pjesë shumë e fuqishme edhe për shtetin. Na deti okej nuk pasmi, po i kena malët që do të me investu në to, në rrugë, në infrastrukturë, në kejto, po nuk si prejkim se... Po, kështu mirë... E që është problema, dhe një veç me Kaçanikun, po... Mire e caj këti që thove nuk i kena detë në të detë. Po, s'kem na i pas... Po, na i kalon zotë, se cilë dikuj e kalon detë, dikuj e kalon... Pa mërë prasysh një natyrë, një pamje, një diçka, po neve në komunë Kaçaninkit na e kena veç që ta bjesh që e kena. Ja, më është problemi që edhe na për rrugove, na për vendet tjera, na për Brezovic, Preval, shumica rrugëve që a i përdori njerëz edhe për kullosa dhe për kështu nuk janë me infrastrukturë të mirë, nuk investon as shteti as kërkosh. Po që ata se shteti, se komuna nuk mina mu gjujtë fort e komuna, se komuna... Po, se nuk ka budget mjaftueshëm, nuk ka kapacitet mi... pak edhe bisedojmë. Tashti komuna nuk ka budget më mirë me këtë rrugë fort. Sa anë bakja ko gjallë, kushton, sa është rrugë ko gjë e gjatë. Po na këtu që jena asistanë se dikush del bakja për në vizitë. Po, për hiking, tash për shembull sporti hikingut është bo shumë i përhapun këtu në Kosovë dhe... Kja mjeresh, fjolla vjen. Na si mos t'i mirë mbojmë rrugët, do rrugë, fjolleve që janë të nevojshme, vinë vizitorë, vinë sanë. Fjolleve tani vinë edhe pi Kforë, vinë Kfori, dalin, pi shkas shek këto, si të mëzë ditët vikendit, pi Kamosit vinë, e fjolleve që janë të mërbe, kështë fa rrugë këto që... Neve në animoj edhe pak automjeti ëtë, që kja shumë i mirë për rrugë malore. Kë që thujnë, kë antipi vjetër, po forë zotit që thujnë shqyqër që kena policin tonë, se këta do të me që thujnë edhe me kajt për gëzimit, na që i kena që thujnë policin, i kena ushtarin, se unë sot do në këmor leje për këtë gjithë që kena orë dirë këto, e që i falim drejnë nga zemra, nga shpirti, shqyqër që i kena. Pa të mës në lojë zotit, edhe
me një farë fjallë ne ka onë mundësien me ardhë me juve këto, mi po këtë bjesht e Sharrit në komunën e Kaçaninkit, se çfarë natyrë fara se, mirë është vetëm problemi maj ma rruga, se bjesht janë të mira, na vina gjatë sezonës verës këto. Pi muj kina arë, pi muj qërshor, pi muj qërshor kina arë, pi edhe qërshorit kina darë këto. Edhe do të qëndrojmë, e na tashti mujnë shtator, do të qëndrojmë që tashti këto, deri në fund të mujit shtator, apo deri në mujin tetor do të Varet mut, varet kohës, se koha se që shmerë, se që tashti ja ka njëzve zhëllant me dalë me kinjat vogël, mushtu, edhe atëherë për kinjat vogël nuk kanë shtë koha këto për me ne, se edhe mujnë me njërë dhe nuk i kanë kushtet taman me ne. E ta këshymi që tashti se që shpëna ma koha, që tashti do në gjitmi, pi këti momenti, do të vazhdojmë apet. Edhe cik se njerëzit nështë nuk e dim se kina më le prej komunës, a më nëshme nga shpjegu pak më shumë. Për shkak që njerëzit i marrin drut. Po, këshëre, kjo është, po, unë e tham ka njëherë, çdo kush i të kupton në qoftë se i e po, ndri. E ki qëllimin e mirë, I e me qëllim të mirë, të kupton hiç monti, të kuptojnë gjithë. Na i na nisë për qëllim të mirë, na i na nisën, fjalla e vjen, ju e keni punë. Po, na i na ardhe me i promovu pak edhe vendet e bukura të Kosovës. Po, ma mirë, këto do të me qitë. Edhe njerëzit punëtor që s'ndalen asnjëherë të punu edhe primer, kjo pjesa me natyre nuk ka kur gjatë keqe, se krejt njerëz tash janë të shku për mu lidh me natyren. Pavarësisht qyteteve tash po jema ofër punës e kështu. Po prapë natyra ka një vend shumë të veçantë. E një tillon një rëndësi pozitive këti vendit tonë. Po gjithçka fillon prej tokës, gjithçka fillon prej natyres edhe normal që... Prej tokës edhe puna që ma mira me qitë një bojk tonin, vendit tonë se që shpënujmë, ma mira me qitë një film ose një dokumentar që shka ndodhën të kalumën, po edhe tashti në liri, sa e qëtë një film spanjol që ata as e dim as kulturën e tëne nuk banë na me trashigu brezat e arshëm ose tashti na që shena ata. Mirë konë që mos me murë dhe kultura që nuk na përkasë neve. Po, se për shembull edhe Kosova ka shumë venet bukura. Kena. E thash edhe ma herët, na nuk kena deti, nuk kena diçka tjetër për me zhvillu turizëm, po i kena malet që po vinë edhe vizitor të huj, do me thëmi vizitu. Sidomos a ne ka pjesa e Rrugovës janë tepër, a din vim prej shteteve të ndryshme, dhe kjo është një diçka pozitive, edhe normal që edhe shteti do të me investu pak ma shumë turizëm. Shteti do të me investu dhe të mi kushtu rëndësi, këtë në bjezhë, mu i me thonë që për shemë mësë bjesht e Sharrit, në komunë e Kaçaninkit, bjesht e Rrugovës, të istokit e që janë se cila që i kalon zote atë natyrë, se kjo shkujnë e marrujnë spitalin, e marrujnë të mushknive në midis Prishtinës, ose të qendrës Prishtinës. Aji nuk kanë spitali mushknive. Aji nuk të shku mushnosh, aji të shku më ligë, hala mazi. Por mushnosh do të marrë që të. Në që të bjesht e Sharrit, së në Rrugovë, në komunë e Kaçaninkit që janë bjesht, aji që janë pastrem. Aty e fjallëve me midis Prishtinës, aji nuk të shku mushnosh, aji të shku më ligë, hala ma keq. Po kjo janë pasuni që shumica dhe nuk pikzojnë, nuk vlerësojnë sa duhet. Nuk ja din vlerë. Po shpesej që ka marrë një kohë dhe është orë qaj e kohë, që vlerësojnë se qare ma shumë. Inshallah dhe të vjen, po mos e më rrinjë shmenja, na dikush ka me më rrinjën, që thujnë me një farfjole, mi hip vlerë këti veni, e kësaj pasuni, se kjo janë pasuni. Po, e vërtet, pasuni. Kjo janë pasuni, që na e gëzojna dhe... Duhet me punu edhe me luftu sa ma shumë me i promovu. Po, se këto... Që kjo konë qëllimi edhe i mediumit tonë, me i promovu sa ma shumë qysh kur kena fillu, me i promovu venet e bukurat Kosovës, njerëzit punëtor, adin duhet me i po, dhe fatmirësisht njerëzit janë shumë të interesum me i po. Po, që ta shtina po full Ministria e Bujqësijës, të jem të zhvilluan bujqësijën, jem të asi, por nuk këtë zhvilluan, ata e ka veqe që ka në veqe reklama, se nuk këtë zhvillu, aq sa dohet. Se fjole vjen neve do subvencione, do sen neve në mënë e alë një shtytja, pëtë në një mënë me subvencione, në e rregullon dhe rrugë, unë se jam të lip asfalt me shtru që të rrugë, jam të dishme vesh me zhavar,
edhe mi qelë dhe kanale që mos mi damtuën Mhm. gjatë kohës kur ka vërshime shi, se mos mi damtu, edhe që kjo. Se na si na të lip kur gjon ma shumë tjetër. Veç ti kena ble dirë dikum 50% do mundësia, vëdi. Po. Po, se këtu thash e kena. Këtu do me thonë, ako njerëz që banojnë për këtu stonet... Këto janë për momentin, janë gjysa janë... Ja, i përdorim për kalorim, po? Ja, nuk i përdorim për kalorim. Okej. Një pjesë të koalve, i shfrytëzojnë edhe, i kanë shfrytëzuar edhe për mbledhjen e borovnicave tash që shkon sezona. Po. Tani një pjesë mund me dalë edhe me lipën si ka mramje, sa bukur rrugë gate, dhe tash ku dalin në vend ose lop në Kullose, tani dalin lipin edhe me koale, dhe fillojmë për mos më losë këto akit kodreksi, tani ja leton edhe çabanit e sen po. Bac dhe i shkojnë atë delet, apo na tregon pak më shumë për çka njihen Bjeshtësharit. E përmende Boronicën. Tjetër çka ka diçka që njerëzit na i bim ose diçka tjetër këto në këto bjesht. Po, këtu ka shumë të mira. Këtu e ki ujin, domethënë, nëse 35 gradë shkon, domethënë temperatura si vet janë kon temperatura të larta. Po, janë shumë larta, po. Këtu e ke pas ujin sikur domethënë janë burimet apo që i kanë siguruar ose këto stanegjit ose na i kanë siguruar e ki ujin domethënë sikur ta nxjerrësh pi frizit apo këtu e ki ujin e ftohtë. Direkt prej burimit, po. Tani e ki borovnicën, i ki gjitha. I kalon Zoti këto që thënë këto të mira. Po, e vërtet. E që thashti na po ngjitmi atje në Alt Telland, edhe mujna me shkumi po, e zhvillojmë intervistë. Hajde vazhdojna, kena me shku tash te Visori, po, i cili është vllai i Hidajetit edhe që i ka qitë delet me Kulluta. Po, janë dikun qatë pjesën aton, janë kohë në alësi e madhe, se këto jena tashti për momentin e në qatë vendin, tashti që folëm për në alësien e detit e në 2480 metra e në mbi nivelin e detit. Këto po që tashti land janë dikun qatë pjesën, po, jena shumë nalë, po besej që aj për një kohë që tashti kada se po avytet edhe koha për me prun tek ne aj. Edhe që tashti vjen këtu i bjet e poshtë edhe zatajtë me ta edhe vejsmi për halët e ti edhe punën e ti se që shëpunon se unë rrit me tufën e live në aton atje. Ky rrun ka tufën e lanëve që i numëruan dikon 500 cëve pa numërit e ne. Edhe na vina këtu gjatë sezonës verës rrina që ju tregua më herët deri në fundin muin tetor apo në shtator në varët kryesisht pi kohës se çush na merr koha. E këto bjeshk janë këtu që thonë papome apo di këtu e kena këtë pjesën e këtu thirrët quhet pjesa e Shkupit ashtu Kutovës na thonë ku shihet aty qyteti ose sa dojnë kujdes baktit? Kujdes dojnë, apo nuk kanë fort punë e lehtë, se do të edhe një farë që thëjmë me menaxhu, nuk kanë fort e lehtë edhe kjo punë se me pas këtë numër 500 se pa allan numërit. Është gja problem? Ko gja problem, do të me pas, do të me ditë edhe me menaxhu këtë anë se fjallëven do të më konë në smuje, në sen edhe me që thëjmë me parandalu atë në smuje se kryesisht nuk kanë ndodhë dherë tashti, po do më koni pregadet edhe me menaxhu. Do të edhe një kujdes e mi se me krye me punu. Po pri e gërsirave kështu, ka, do më thaj, u ka ndodhë në herë me pas probleme kështu? Ja, këto jo. Jo, a? Këto se... A ka e gërsira këto kryesisht? Po, këto që thëjnë... Qa ju ka ro juve me pona për Bjeshtësharit? Po këto, më nësh muzatet, me egërsi më nësh muzatet me arush, me... A ka ndodhë në muzatet dhe qysh qa ke bon që ato? Une nuk rrinë këtë pjesën këtu ku janë në land, une i rruj tufën e live, ki vlav janë këtu ku i rrumë në land këtë pjesën këtu që ashtë i në qena në sharë. Ky ka ndodhë, ka pa si rritigra, se ashtë dvenjë që të mal pa ok s'ka, po, ky ka qilumë të, a vëdej se kjo është edhe pak edhe si qef, a vëdej ki qef me pa, e kërsi i sen. E vërtet, po. Ki qef me pa, po i kina qantë, i kina sigurien këto. E kina sigurien,
e kena qenë dhe inshallah s'ndohë aja me dalë mëna sulmu e sen mëna ranë. Keqës nuk mujna me ikë, shto që... Po, inshallah, gjitha kuj, jo veç mu, po inshallah gjitha kuj ata Zoti e mbron. E mbron, amen, inshallah. Bas du me kop një keca dhe në kamerën e. Po, që thashtë i kina do kingja këto dvogël, që janë shtu frek, edhe kanë dalë mi shiju këto beshtë të sharët, edhe këto ja ka punë Zoti mi pa. E shtë na ta zojnë për qefit tanë një, që shë di jone këto ambelek një i larëm, a i veçantë për tëne që ata musha më ta zonë e me pa. Që ku po del aty, që ku po shijet aty, që ku po shijet e... Apo na full pak bacë të fitimi, apo ko fitime i mbojt, se për shembull është një farë lodhje gjithë të dele, mu kujdese me... Apo ja vlen? Po ja vlen me mu mirë me ta, me punu me ta se kja që thujnë deli janë shenjtë, është edhe bekume kja që thujnë edhe me laqa, edhe ja vlen se janë të bon pare, janë të paguat këmonë e kje. So paguat për shembull, mbrana vitit so i nxarrni o prej kësaj? Po shifra të sakta, nuk mujna me onë, po llogaritë ti që tash ti mi shitën ti fjaleve në afër 500 kingja mi shit, 500 kingja ose që shitëm fjaleve në 500 kingja gjatë verës sezonës edhe dikun 180 copa ella ose 200 ella që shitën. Llogaritë e fitimin që më shitën afër 600 copa. Po, e fitimet ka të mira janë, hajrë kum po. E sa po shkon vlera e një dele? Një dele është ma e lira në 200 euro. Ma e lira në 200 euro, unë kam dele në këto që tash, si të blikë e dhive, si të lanve, kam dele në afër 500 euro që shkon qifti i tëne. Produktet e qumshtit e kështa i shqitni? Sa po shkon kilogrami djathit i qumshtit? I djathit shkon 10 euro kilogrami, i qumshtit dhive, dhanve nuk e shies me kështu qumshtin, veç dhive, i dhive shkon dikon që aty 2 euro litra. Vine morën... Do më thonë delet veç për Bajram i shqitni apo që shkon kja? Po, për Bajram, për kurbana, ma fort, 90% shkojnë për kurbana, po. E bacë, a është ma letë më kujdes për dhi apo për dele? Dhit janë pak ma të mërzeshme, ata janë që thujnë sa të mënësh me një farë fjale, mënësh me koni rrezikume dhe... Ato mëjnë më konë se fjalleve më e uki sonëm... Ka është fjalleve që jam i sulmun për ti, të dhit tanë problemi që mëjnë me sulmu uki se ata janë në për mali, a rëndë këtu i shohë me fjalleve, se këtu i në rëndë Në rëndë libetin, po vrejnë, mënët me vrejt edhe e dikton makallaj, se këtu ka e gërsi, ka ojqe, arushe, ka e gërsive këto që shfaqen e i shenë njeri, po këto i vrejnë. E qa janë për ty, ba, qa do me thonë për ty, delet edhe dhit? Shpjegojna pak. Adin, e kom fjallën për rëndësin, e ty në njëtën tonë. Për rëndësi, unë e që thujnë, sa të me bëzotë i më në një maj këta. Se unë i qmëj këta fort, se kjo që thujnë dilë janë është edhe bekume, si kafeja me hi. Po me hi si kështu, kjo që thujnë është e bukur me po, dhe e mirë. Dhe për atë arsye, unë e që thujnë se këta punë shkojnë me marak. Një kohë, një pjesë të kohë, se nuk më pasë dhenë, edhe ku poshtë në dikan t'i rujt një qabana, ose t'i shnakon me kërë, ose t'i shnakon të punu dikon, pa mërë prasimsh. Të thona nesrë minë zësë. Se shna e më konë t'i banjë të minja, edhe që falë Zotit, që thash unë i kom lip Zotit pak, më ka onë ma shumë se që i kom lip. Sot e kam këtë pasuni. Ja kom nis me... me 2, me 3 me 4 copa akon starti, se mi ble fjalla vjen mi ble fjalla vjen që të numër dhenve tash të që janë 500 copa. Më thash, pja logaritmi ka 200 euro minimumin 200 euro një janë, këto nga bukur një vlerë, do me pasën një kapital kogjet të malë për me ble këtë tuf dhenve. Se të dy tuf, atë unë e sëtë përsa,
Unë i blej se sot jam forcuar, kum bon rezerva. Po normal, fillimet janë kohë shumë gjashme edhe... Fillimet e kum shku... E ke po sondër me Po, kum shkuën pjesë, apo ti, ki blej, ti shtuhet tani edhe vetë këto shtuhen. Po, normal, po. Ndërkohë vetë shtuhen këto, tani ti nërë. E so krenor jisat, Po. so krenor jisat që ke arrit prej 4 deleve, me i pas 500 copa dele plus 300-400 copa dhi. So krenor, që shnihesh? Po në nina, këshere, mi pas 500 copa lan. 500 copa lan, mi pas 500 copa lan, po. A vazhdojnë pak se janis edhe mu botar, po po lirë 500 copa lan, edhe mi pas edhe 300 copa dhi, ti je bës. Pa tjetër. Ti je bës, e ki që thujnë... Bukur e modhe Po, kjo. vlerë këgje e molle, i je me një farfjale që thujnë bës. Me pas qëtë numër të dhenë ose të dhive. I je se ku me pas një fabrik, djerë dikon me pas një fabrik, kofta se po të ti një fabrik kam, po t'i kish këta, që të bilyq që t'ashtë. Po, pa tjetër është e... Po. është vlerë, është pasuri shumë e modhe, po është edhe mirë kur kombinohet dashnia me profesion. Apo kupton, ti ke pas dashni edhe sot jeton prej tyne. Po na punën pjesën më të madhe na domethënë i këshyem me vet, i rujna vet. Edhe i trajtojmë vet. Unë s'kam as me punëtor as kur gjë. Domethënë shumicën e punëve na i kryjna vet, pa punëtor. E domethënë fitimi vjen 100%, për se nuk më shkon kështu në punëtore sen. Tani edhe ndryshë është se një mallin tem, ndryshë është punëtori. E për atë arsye na ka ecë puna dhe i përkushtuam, ja bëjmë punën që thojnë hakikat kësaj punë që e punojmë. Me që të vlera që na thepi bjen që mini 150.000 euro, ki vlerë. Po ashtu si edhe. Po ne ki pasuri dhe është sukses që takon ty. Që shnihesh ti sot? Se normal është, ja ke nis me një ondër edhe sot e jeton që atë ondër. Po ne nuk e vroj mene që thujmë për kur gjëhesh sot për sot me qëtë numër dëllanëve që jam tufa, dëllive dhe dëllanëve, se kofta se po ta një fabrik temë. Po. Kam një kapital që thujnë është me mija këtu, është me mi era që thujnë është një kapital këgje i fitim prurës. Plus jenat natyrës. Larg zhurmës, afër natyrës. Larg problemeve me njerëz. Jam te familja ime, në këto bjeshtë e bukura që ka komuna e Kashanikit ashti që thirrën sharr, e kema pasunia më e mirë për mua. Që e kum lyp çet punë edhe ma ka sill Zoti. Edhe shoqër që pe jeton ondrën tonë, edhe bravo për këtë punën që e bën. Qysh nis dita jote bac? Sa qosh, sa flet, qysh është një ditë e jotja? Po dita nis si zakonisht në mëngjes. Po, sa qosh për shembull? Mëngjes qohemi dikon që atëherë ka ora 7 janë nismi punës. Mas pari him t'i kontrolluan tufat dëllenve, dëllive, se qysh janë, se monët fjolleve më gatru në një me mejt kesh, në i kensh, në i jallë. Në i sen, i kontrolluim, atëherë i shumë që janë mije, atëherë tani startuin a fjolleve për gjatë verës, tashti që këto mo nuk i qyes me ushqim, thaltë, se sen nuk ushqen me ushqim, ose me dritna me sen. Po, sa është moti mirë? Po, këto veç ushqen veç për shkathoj natyrë, tashti këto që janë bjeshtë të sharri këto, deri me 15 dhjetor, në i kapim shirëmi dhe tani mo deri me 15 prill, atëherë rinë shtolla në bëllë, abdi për gjatë dimrit, rinë deri sa të qëtë kulloz, dhe më thonë për pranë verë. Do me tha fitim po, dashni po. Gjitha. Kur gjas po i mungaj ka, dhe shumë mirë, po m'bje mirë që... Gjitha. Ka njerës si jo që punoni edhe veprani në vendin e juj. Se kjo është... Ti shumë mirë e thek që ke pos mundësi është edhe jashtë shtetit me dalë edhe krejt, edhe prap nuk e ke lanë vendlindjen tonë. Po i kom pos... Për kontrazi ke zhvillu se kjo është një lloj biznesi. Jo një lloj, por është biznes, edhe ke zhvillu biznes to edhe kogja shumë sukses shumë. I kom pos mundësit me dalë në gurbetit, i kom pos edhe i kam, po nuk e preferoj ata kështu pas shef fjalëve me shku për si në vizit, me shku për një javë, me qëndru.
Mo jo për me punu e kam venin tem edhe e kam punën tem, e kam tashti që shetsaj kam e herët, i kena bilyqet të dhanëve, të dhive. Ja, pushon ai herë bac, fitimet po, jo, fitimet falem. Me pushu nuk pushojmë, A nuk bëni kur pushim as... Pushimet i kena shumë të vogla, se a puna që nuk na ipet fjallave me morën fjallave një muj det, një muj ose një javë. Unë e thash, unë i kam që 8 vjetë që mirë me këtë punë, 8 vjetë, unë në 8 vjetë as një ditë se kam pushim, apo dhe as një vjetë, as në mujtë asem. Po unë jam jam i knaqë, se më shumë vim pushim, se unë jam vend temin, një kohë e gjojnë një kohë të lirë, fjallë ventarë, me një të kafër, me po, e gjojnë atë kohë në lirë. Po familja sa kanë kuptu këtë pjesë për shkak se i me dhe fëmijët e tu që janë të mitur, do me tha 15-16 vjetë, a kuptojnë këtë pjesë, a pritojnë me punu? Nuk pritojnë se kjo është kjo rrugë e imja që e këmur tashti me familje tasht, me thmi, e shohin edhe këto që nuk kanë rrugë e gabume, po. Edhe as zanon të sen se kjo fjalleven është sill fitim me ju edhe thmija ku ta shet që fjalleven janë të arë fitimet ati, edhe psa i vogël me kohë, me mosh, edhe ati jep fjalleven vullnet më mirë me këtë punë tashti, po. Okej, hajde na po shkojnë na pikëshyrëm pak prej safërmin, mu ishëm e nëzoni këtë. Po, se që përshien atje të shkuën. Sa as njëherë nuk mbrej kështu me dorë, as dele, as... Po janë dhe disa kinjat vogël, tashti që janë shtuën... A janë turtë kështu, kujdes? Po turtë janë, atë veç mundet më frigu se me vra e sem, atë nuk mojnë. Po mundet më fjellë... A ikin prej njerëzve? Po, mundet më frigu për atë gjendë që i ka janë, pa njafshëm pak mujnë më trejmë që thujmë na, në fjallë popullore. Mojnë fjallëve pak me se njoj njërë nëse si jam mësuma ata, mojnë po i zojmë edhe i shesë, se qysh. Po. Te për natyra mirë, te për vendet bukura, po me dhe njerëz, të vendeve tjera që kishin ardhur me mbledhë Boronica, Manafera. Do me thonë, apo zhvillohet turizmi sa duhet në këtë vend? Zhvillohet turizmi, dikush dalin për me mbledhë Boronica këto. Dikush dalin për me vizitu këtë vend, ka turista fjallë vend. Po. E turistat huja ka heq? Ka, vinë, përsa i kumponë që rri, që enmin këtë vend këto, vinë edhe për këtëne që thujnë shkenë ushtarë të këforit, me boshtri, me mejt, hiking, po. Tjashtit, e kam po këtë vend e sen edhe halë, edhe vinë edhe preferojnë këtë vend se janë vend i bukur, i ka shumë, ka natyrë të mire, ka pamje, ka ajre, uje, gjitha i ka kjo, gjitha të mire i ka kjo vend. Njerëz na asë nuk kena vesh përshtatshëm për valë, se për shkak se nuk e kena ditë që kena mund gjitë këto. Po mirë është për na pëlqen edhe jena tu kalu shumë mirë. Shihemi pas pak se tereni është pak i vështirë edhe takomi pas pak. A e lodh? Gjithë të mole kena në gjitë me të intervistu ty. Qëshi e? Qa ke bëj e mirë? A rahat shnash, apo të ngojnë në delet? Ma shumë se dhitë doj, ma shumë se njerëzit. Ma shumë se njerëzit doj. Qysh po kalon? Apo na prezentosh pak? Ti e vllai Hidajetit? Unë jam Visari, na dy vllaznia. Po. Mirë me kryesisht me vllën e Sa vjeqar je? 34. Qysh po kalon? Po mirë. Qysh po janë ditët e tua këtu? Po, si ditë e zakonshme për mu. Po? So në këtu me vllën jam, në qëtë punë në kam. Atë pëlqen? Po. Mu mirë, do me thonë, gjithë dite, normal natyra. Normal që po, se këtë punë pasporit duhet me dasht, por tani me hejtë. E vërtet. E shqyqër, përveç dashnis që e keni ju ka shpërbly pak edhe ka pjesa e poreve se na po dhëtë me hongër buk,
normal se domethënë edhe pse e ban këtë punë, domethënë edhe pse lollesh edhe si po edhe ta nuk tojnë asë fëmijë. Edhe mundi paguhet. E vërtet, normal. Ja vlen. Të rinët kanë këgjat vështira. Unë për veti që pak shkoj edhe në hiking nuk e shumë zërë, po si na vesh për shtatshëm. A ka pos na incident na herë që t'ka ndodh na për... Jo tjeri sot jo. Jo, a? Do me thonë, se këto më vesh, do me thonë... Po na herë na i rëdzema, na i përhymi e komës, jo, a? Ja, tjeri sot, Apo ta vlerësojnë kështu njerëzit. Po e kom fjallën rrefish, shoqënia, familja, a e vlerësojnë këtë punë, a e gjykojnë, po mas pari... a të mbështesin? Po mas pari do të më nisë për familjes njeri. Do me thonë, na kena një vullnet që e bojna këtë punë, edhe dojna që jetojnë i madhe i vogël këtë punë. E vërtet, po. Edhe na shta ka si para gjykimi, po sot për sot dikon njeri do të më kap, do të më punu. E vërtet, po. Qofë se i e, do me thonë edhe mund është me punu edhe dikon privat, po mas e ki punën tonë, pse mës me dash punën tonë? E vërtet, po. Do me thonë, po, je ofër natyres, kopës nuk kanë kush gjatë keqe për kundra se ka njerë dolin ma të mira se njerëzit valoj. Je ofër natyres, je punë tonë edhe kështu që ja vlet, sot për sot i ka hyp vlera çdo sen. E vërtet, po. Po kështu atë ka lëndu në herë naj fjallë. A je i martum ti? Po. Je i martum, na? Okej. E fëmija ki? Po. E ata të përkrohin, dvogël i ki fëmi? Ja, fëmit i kam vogël, po ju, ja, nuk ena si... Unë deshta me nëzoni, a mujna me nëzo që ato dvoglin? Po, më pa për... Pa që s'kum prej korë me dore edhe as këngjë. As... Që është të ta bajnë dhërat, ka veç më se të... E marrë në shpes ta këthejmë. Hej, aja keni lona jamër, se këko ka pak ma i veçanë se... Ja, ma i veçanë, ja... Gjyrat, po. Larme. Larme, po. Unë isha po hamë që vetë Zoti ka ditë Mi kriju. Kështu ma vete me po në që thujnë... Hej! Kja është e bekume, edhe... Fjallë vjen... Rallë që asynja, pëse këse më janë matë po. Jo, më tut, jo. Po i mojna në tush, na i mojna për qef, a vete mi pas dët larme, janë ma teshme me, ma dëkshme. Kë për shemull, a është moshkull a femër? A, moshkull. Okej. Kë do me thëmë mas një ku e shqitet, apo? Po, mas një 4 muje të penjës qështu, eventualisht. Kjo atëherë ka, alo të piton më letem. Hej, doj se ti je një. Kja të rëzavarme, se atë bjerë një atë ka diku që ja ke mërë që një Inshallah nuk... Që ja ke mërë, për ja ke villë. Jo, po, jo këto ma falë, të në ko me morë në shpe këto. A qaj është nona ti? Rimër, unë jëmë të ta letësu. Po këshire qa është dashnia, peshe, dashnia nonës edhe të delet. Hej, ku gjës. Apo na full pak, kjo është turë dzuqe. Apo na full pak ma shumë për pjesën e qeve, tash po m'interesa nuk i prej ka heq si tim. Këta, qka bëjnë kresisht? Edhe këta ka një farë që dojnë të një farë punë. Një farë punë edhe këta se edhe këta mazdan. Ja. Duhet mi posën edhe qenë duhet mi posën. Se marë të përë dhe më kam doshtë të bollan, mas por i kanë pletë qenë, tani i kanë bollan. Se do me thonë... Ta do të thonë i rujnë prej e kërësira. Prej e kërësine si këtena në bishkë, edhe monot me... A ka ndodhë në herë... Djeri sot ju. Ju, a? Ja, djeri sot ju. E kështu a keni probleme me kërësira, me ujqër, me... Ja, djeri sot nuk ku pa orë, asu, asrarush, asem po, to mal pa orë që të nuk ka. E vërtet, po. E që sa vite ju mirëni me këtë? Mirë me valoj që me lanë kërësisht, do
kafsh, e ka kujdesin e lyp kujdesin e vetë. Mos ka met na i dela. Ja, këtë janë nisë. Do me thë këtu nuk shkepen prej tufës. Ja, këta nuk dohen, këta se lanë shkujnë, do me thonë, bashkë. Bashkë shkujnë. A keni ndonjëherë konflikte me njëri tjetrin? Apo e gjoni ju dy vllaznit, e gjoni gjithë mirë kuptimin? Ja, asnjëherë. E që shkallani me njëri tjetrin? Na jeni veç dy vllazën, a? Dy vllazni jena, nga punën e bëjmë bashkë. Po, edhe e doni në Edhe e dojna, edhe që thujnë punë pa hile. Po, e vërtet. Punë pa hile, po. Na shpjegoj ai që she mendoj që punën pa hile, apo na fol edhe ti pak më shumë. Pse po thot punë pa hile? Po, punë pa hile. Sipas konceptit tënd. Punë pa hile se unë domethënë i kam marrë këto. Unë kujdesna për dhën, domethënë do të më gjetë kollo, ose ne do të na rast të diçka me dia ku. Domethënë do të më malli tan gati. Edhe kjo nuk i bën gaç kërkuj, nuk ja se udhëm punë pa hile, po. E vërtet. Punë pa hile. Okej, vjen mirë që ka njerëz kaq punëtor edhe që mundohen edhe nuk nalen kurr. Edhe faleminderit që ke vendos me kontribu në vendin tonë. Faleminderit edhe juve, ishte një kënaqësi. Faleminderit shumë. Kalosh mirë e shihemi për të mira, se dush me shku te tufa atje po. E na këtu jem edhe pak me Hidajetin, i cili është vëlla i madh. Vëlla i Visorit. Edhe na kalum shumë bukur, për shpresoj që edhe ju keni kaluar tepër mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithmonë jeni ju se ardhur pi fermës tonë, ferma Guri, edhe gjithë gazetarët, se vetëm ju që vjeni na sheni në çfarë halli, në çfarë kushte mujna me jetu. Kjo është një arsye pse na po flas veç për mediumin tonë. Kena vendosur më shumë për fshatrat edhe më të thella, dhe aty ku ndoshta halo kërkush nuk ka shku. Për me po, për shkak se rrjetet sociale po dihet që ka një fuqi shumë të madhe, edhe ti tash ti krejt njerëzit kudo që janë. Kështu që pse ju me po që ka njerëz që mundohen, punojnë, kontribojnë, edhe të njëjtën kohë kanë përveç dashnisë, kanë gjetë edhe një baraspesh, domethënë te pjesa monetare, kupton me jetu. E ke kombinu pasionin me profesion, kështu që bravo. Qëre, ishte kënaqësi, mas pari që keni gjetë kohë, e keni dalë sot, na i kajtë hallet tonë, se çfarë kushte jetojnë. Nasi bojq, edhe na i kallëzojmë me të shqetësimet tona, i kallëzojmë ato hekat tona, i kallëzojmë vujtjet tona, i kallëzojmë punët tona. Se qysh punu, qysh sjellën fitimi, qysh sjellën punë të kësaj fermës që kena mandë edhe se për ministri ose për dikuj për qeveria nuk vjen kush më në vizitua pa çfarë halli keni nuk vinë në vizitua. Kështu që ju jeni të mirë se ardhur do që të keni kohë. Ju falenderoj shumë, unë se ide të Guri nga ekonomike që keni gjetë kohë. Ju uroj suksese, punëmarrë gjithë. Ishte kënaqësi. Ishta mi thonë edhe shikuesve tonë me na mirë kuptu për shkak se storja sot me është bo shumë spontane. Nuk ka qenë as pak e parapome me ngjitë krejt këtë biesh, po kështu që na mirë kuptoni për gabimet ose për gjonat që nuk kanë shku ashtu që duhet. Faleminderit shumë edhe shihemi në tjera vende. Faleminderit.